Një ekzekutim me Kalashnikov është kryer mbrëmjen e së mërkurës në qytetin e Shkodrës ku mbeti i vrarë. Rreth orës 22:15 i ndrit Halili, 25 vjeç. Viktima ka qenë duke u kthyer në banesën e tij në zonën e Mahallës së Re në lagjin Rus, kur i është zënë prit dhe është qelluar me 15 plumba pak metra larg shtëpisë së tij, ku ka gjetur dhe vdekjen e menjëhershme. Policia ka arritur të identifikojë autorin e vrasjes, i cili është 26 vjeçari Denis Arrilla, tashmë i shpallur në kërkim. 25 vjeçari Halili ka qenë personi arrestuar nga policia për shkak të kundërshtimit të uniformave blu. Gjithashtu ai ka punuar më herët si shofer i ish kryetarit të komunës Rrethina Klevis Muja. Gjatë mbrëmjes së të mërkurës, veç kontrolleve në hyrje e dalje të Shkodrës, policia ka kontrolluar edhe disa banesa dhe mësohet se në komisariat janë shoqëruar disa shtetës që dyshohet të kenë qenë prezent në momentin e konfliktit mes të rinjve që ka ndodhur pak orë para vrasjes në një kalçeto.